si me thonë një par kopshti Xixëllonjat atje. Jam angazhuar që t'i përfaqësoj qytetarët me dinjitet. Unë mendoj që Vjosa Osmanin agresive dhe Vjosa Osmanin si politikone të ashpër. Sporadike. I qysh si mbrapa derës, si mbrapa perdes, për mos me një fort kërkosh. Nëse nolëm me gjykojmë që shto këtë protestën që tash po don me fillu presidentja Vjosa Osmanin. Andaj, rëndësia e ruajtjes dhe forcimit të aleancave është e paqmueshme. Historia politike na mëson se dobësimi i aleancave ose partneriteteve është një gabim strategjik. Disa ftyra ishin lumturu, e disa ftyra ishin gazlly, e ka plot komente për fjalimin vjetor të presidentes Vjosa Osmani që e mbajti sot në kuvend. Unë nuk është që gjej veten ashta kështu eksplicit të njëna për këtyne dy pjesëve, se nuk është që jam gazëllny dhe lumturu. Okay. Po e poshtë si një pikë cilën e kam prit tash e sa ku me ndodh, edhe që është shumë e nevojshme me ndodh, unë po ta edhe një status e shkruajta që unë nuk jam naiv dhe nuk besoj që rikuperimi i votës 14 shkurtit ka më konë kapital prej presidentes Osmani, që mi kthy 100.000 a 200.000 vota, po qoftë edhe 15 vota që rikuperohen prej 14 shkurtit, unë e shoh si pozitive. E sidomos kur çato vota vinë prej Vjosa Osmanit, e cila ka gjeneru vot origjinale të LDK-s, vot origjinale të frymës të Ibrahim Rrugovës. Unë e shoh shumë të rëndësishme kjo me u shkëput. Pse veç shpejt për këto dy arsye? Unë mendoj që kurtit është shumë e rëndësishme me ja prej dy krah që janë të gënjeshtër, që kanë qenë mashtrim. Ti marr disa shembuj çka ajo foli sot në kuvend dhe në fakt për mua janë shqetësuese. Okay. Na fjalin ma mirë vonë se kur e përdorim në disa raste, si me thonë, që nuk e kanë peshen kur ti je në një pozitë shtetnore dhe kur prapa vetes e ki një 4 vjeç të stërngarkum me zhvillime. Po ti me ardhë mas 4 vitesh në një pozicion ku i përbrendëson krejt ato që ti ka thonë kritika, opinioni publik, gazetarët, se cili njeri që e ka pas një mendim këtë vend, edhe ajo është rujtja e raporteve me aleatët. As talljet që bëhen në llogaritë e aleatëve, as sulmet ndaj tyre, e as keq përdorimin e emrit të tyre për të fituar pushtet. Kur ka qenë çështja e urës së Ibrit, presidentja e ka pas një vizitë diçka në komunën e Vitis, si me thonë një par kopshti Xixëllonjat atje, edhe fjalimi i saj atje në Viti ka qenë shumë me pesh se sa fjalimi që sot e ka mbajtur në kuvend, sepse atje presidentja fliste e kishte një fjalim të cilin për mua do duhej ta mbante në një mbledhje që ajo do ta therte në Këshillin e Sigurisë. Por të njëjtën paraqitje shkon e bën Viti. Prandaj unë po e shoh si një par iluzioni optik këto çka ndodhi sot në kuvend. Po. Qërone pe kuptoj një pjesë që pe gjykojnë presidenten ma shumë në aspektin etik. Mirë po, unë nështë edhe për shkak të karakterit, se kjo është edhe subjektive, unë jemi prirur me mendu prej datës sotit. Sot jemi me 21 nëntor, dhe çka mund të bëhet deri me 9 shkurt. Është e gatshme që kjo shoqëni me avon edhe njëherë krejt pushtetin veç një partisë. Nëse nolëm edhe e gjykojmë Vjosën, çka ka bo në temën me aleat, çka ka bo kur ka qenë atje në Viti, nëse nolëm e gjykojmë qështu këtë protestën që tash po don me fillu presidentja Vjosa Osmani, na e relativizojmë edhe veç sipas mendimit tem. Okay. Veç i japim hapësirë ma shumë njerëzve që kanë dyshim, a ja vlen ta zom me dëgju Vjosën me vëmendje, apo jo, një veç si me thonë, i themi se jo, se Vjosa etikisht nuk është e pastër dhe nuk ja vlen me dëgju, dhe ata qa bojnë pozicionohen ka kurti, po do të me kuptu edhe pozicionin e Vjosa Osmanit, për pëse nuk më pajtu shumë herë. Për shembull, që tashën mënej që Vjosa... kurti, na po e shohim që fushatën më të madhe, sidomos në diasporë, po e bën me eksponent të Lisës Guxha, të cilët kanë qenë herët edhe bashkë me Lusë të kësaj. Fuqia e Vjosa Osmanit nuk koinsiston... Të vogël që e ka udhëheq presidenti Osmani. Pra, cila është pesha jote sot politike. Po anash kësaj, që s'po na intereson hiç për partitë politike, neve po na intereson
ku jemi mas 4 vjetësh, edhe qysh ndodhi që mas 4 vjetësh me ndodh që ky fjalim. Ta zom që disa elemente shpejt Po Vjosa Osmani nuk ka mujt me bo këtë fjalim pa ndodh qëto 4 vjetë, se na ka njëherë po e gjykojmë sikur kjo nuk ka pas drejt, ose na, qytetarët nuk kemi pas drejt me gabu që ka orën pushtet Kurti. Nuk do të më marrë kaq tragjike. Vjosa Osmani ja ka dhënë, si me thonë, mbështetin Kurtit, ju bashku me Kurtin, në shumë pika ka pas drejt në kohën kur u bashku me Kurtin, sipas mendimit tem. Edhe tash nuk është kjo e ngurt, me thonë një herë e bashku me Kurtin, tash ti mëkatare. Nuk është e mëkatare, u bashku e ka qorta se që nuk ja ka blejt. Okej, i bashku me Kurtin, po. Edhe rrugës ka ndodhur disa procese shumë me rëndësi. Po në politikë. Po ndodhin, ama qëto viteve të fundit, madje ka ndodhur disa kthesa shumë të mëdha, për shembull në çështjen e dialogut, ku presidenti Osmani ta zëm me 27 shtator të vitit 2023, pak ditë pasi ndodh rasti në Banjsk, e ka deklarat eksplicite që duhet të ulemi të diskutojmë asociacionin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe sot e thot që une e kam thonë të diskutohet, madje edhe në atë mënyrën e të folurës që e ka, kështu që thot të diskutohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çka ka ndodhur ndërkohë? Jo, ndërkohë ka ndodhur, ja që se nuk ka bona si pyetje, mos më përgjigjet. Ndërkohë ka ndodhur që atje në institucionet e Këshillit të Evropës ekziston një letër zotimi ku është edhe nënshkrimi i presidentes Osmani. Apo kupton domethënë ku është indinjata e një pjese të shoqënisë me këto që ndodhi sot. Po jo, e kuptoj. Unë prapë po them, nëse nalim edhe e gjykojmë etikisht veprimet e presidentes Osmani, ose nëse nalemi siç po ndaleshti me data, kur ka qenë momenti kur ajo dashte me bo veprimin e caktuar. Dorën zemër, këto me data na kanë mësu këta, se kanë shumë marak me ju referu data. Po, e vërtet. Po unë nuk po du me unol që atje, sepse prej ditës sodi, deri me 9 shkurt, jenë që ka ditë sa kanë mbet. Edhe çka mund të bëhet deri me 9 shkurt, sepse jo për shkak që unë e shalbin Kurtin ose vetëvendose si një gogol. Po se cila parti tjetër që i shkon kaq e fuqishme, dhe që i kish pas ministrat që kaq të poshtër që i ka Kurti, me Rozeta Hajdari, me Albolina Haxhiu, me çajon këtu Arbria Nagafsi, unë e kisha luftuar në çet mënyrë. E kisha po, si më thonë, isha kallzu pak ma taktik, isha mundet me bo institutet që merren me politikë, kur ka qenë momenti i dur që Vjosa Osmani ta thoshte këtë fjali. Po unë mendoj që tash nëse japim shumë energji kësaj, veç kemi me hub kohë dhe kemi me vënë dyshim votuesin që është sipas me është jetike për demokracinë, mos me hutu votuesin. Sipas me duhet me kontribu secili, kushdo që e gjem veten ta zëm me LDK-n, ose me PDK-n që ka qenë rrjedhë votës 14 shkurtit, me u kthy në bazë, edhe me u kriju balancat politik në mënyrë që secili me bashkëpunu me secilin, edhe në këtë aspekt Vjosa Osmani mundet me lujt një rol, siç ka me lujt, sepse Vjosa Osmani veç ka fillu me sulmu. Nëse e dëgjove fjalimin Vjosa Osmani e merr edhe këtë çështjen e FSK-s, ushqimit FSK-s, që është pika e dobët e pushtetit. Siç thonë disa kolegë tonë, siç shprehen për disa paraqitje, qofsha gabim, mirë po mu po mdoket që edhe është zbeh paksa, si me thonë, edhe kjo pesha e saj, leva e saj politike. Po, ajo është zbej nëse e zbej me edhe na këtë bashkë, apo kuptën? Po, që po du me ta zbej, për faktin se nuk kemi të folë për një kryetare të partije politike, edhe po unë kam të drejt me ta zbej. Sepse në momentet të caktume, kur kanë qenë momente që shoqënia ka kërku një qëndrim, ka kërku një Ama në Kosovë do të me po edhe pozicionimin e opozitës, sidomos të LDK-s në raport me presidentin Vjosa Osmani, se nëse pozicionohet LDK-ja në mbështetje të presidentes Vjosa Osmani, edhe nëse ne e mbojmë përgjegjëse presidentin pse nuk ka reaguar në moment të caktuar, pse e mbojmë vazhdimisht përgjegjëse, unë mendoj që këtë dyshim që na ja dërgojmë publikut, jo veç na si gazetar, po edhe shoqënia civile, çdo folës publik, ka me rikapitalizu pozicionin e VV-s të Kurtit? Prap Kurti ka me kapitalizu, ka me thonë që
A përshet që Osmani është gabim dhe rrjedhimisht ashtë dhe duke që po e mbështet, andaj vota e letërët e Është shumë specifike për ty. Atëherë a është të u bo fjallë për pozicionin e vetëm një emri që quhet Vjosa Osmani, apo qka? Jo. Sepse unë e thash, figurat kryesore të listës Guxësit Kurti i ka prapa vetës. E vërtet. A e ka për çështje shtetënore, a vjen se unë mendoj që zonja e nderuar e ka pas. E vërtet. Po unë mendoj që në situata që është Kosova, ku një parti qysh për qeverisë Kurti, ka mbi 50%, edhe njerëz që kanë prirje, si me thonë, për pushtet personal, edhe që motivet i burojnë veç për pushtet personal, e që ka një karizëm, që ka një fuqi për me mbledh votë, paradoksalisht i shërben demokracisë. Unë nuk pëllipi Angellin të Vjosa Osmani, as të Lumir Abdigjiku, as të Bedri Homza. Unë për momentin kër ndodhet çështnia kosovare e kërkoj veç një person, ose disa persona që qoftë edhe për motive personale, mundën me zvoglu që të pushtet që është aktualisht. Po thu, po që ka mujt, po thu, okej, hajde ta eskivojmë këtë pjesë. Ta konzervojmë që t'indinjot, edhe t'ja japëm Osmanit edhe të tjerëve pas nënë shkurtit. Nuk po mrimu pajtu, sepse nuk jam e bindun se cila është fuqia e saj politike, nesër kur s'kam e kon presidente. Determinohet edhe prej... Në mja kalkulu kështë. Unë mendoj që fuqia soj politike determinohet edhe prej narrativës që drejtohet prej njerëzve që kanë fuqi për me folë në publik. Prandaj, unë mendoj që Vjosa Osmanit qatë indinjot, qatë mëkate që na ja kemi folë për to, mja konzervu dikën, mja rujt, jo mja haru, edhe mja përmend dhe me mojtë përgjithë se pas nënë. Pra pas nënë shkurtit, nësa ajo dhe më bo politikone e madhe, si kur Albin Kurti, mi bo plus 50% na e gjykojmë qysh po thëni jo. E gjykojmë që ti s'ke qenë këtu me këtë datë, me këtë... Unë po thëmë që na nuk do të me kontribu, që me pas prap një qasi modeli, nuk kena nevoj me kontribu, që na me pas... Për një qenë president jarëshëm me qenë ka që kompromis, me qenë prap pra një qasi modeli, ku na e koncentrojmë pushtetin me numër ka që të madh të votës për qindjes, qoftë një parti politike, qoftë një figure caktuar politike. Pra që është mos pajtimi jam, e ti, në thonë, sidomos ta kur krejt njerëz po i gjykojmë edhe me ato që ka përfaqësojnë ta zonë veç vitin e fundit orë. Në periudat caktume. Me standarde shumë nalta një person i cili, unë nuk e shoh as këtij mandati që i ka lënë Osmanit, nuk e shoh që merr shumë pushtet. Nuk e shoh që ka shumë pushtet, prandaj nuk pjamoj standardet shumë nalta, po kupton? Do me thonë, Vjosa Osmani i ka pas momentet e saj të shpërthimit të cilat kanë qenë sporadike. Në qysh si mbrapa derës, si mbrapa perdes, për mos me një për të kërkush. Edhe kjo daton që një vit e ma tepër, kur i ka pas pra shpërthimet e veta që kanë nënkuptu që ka qenë kundër Albin Kurtit. Sa ka me i shërby kjo, qoftë opozites. Vjosa Osmani me gjithë atë, pra ata që lexojnë e ka dhe një farë taktikit veprimit. Se para se me bo që të fjarimin në kuvend, ja kthej kuvendit, 2 ligje, edhe njonin për tyne që ja kthej, ke ligje për Këshillin e Sigurisë, edhe aty ja ka rikthy një traum Kurtit, kur presidenti thotë që të gjendja jashtëzakonshme ishte në prag me ja marrë kompetencat sepse i takon me ligj me udhëheq Këshillin e Sigurisë presidenti, e për shkak të asaj traume, Kurti, qeveria e ka shkruar një ligj ku ja hek qatë kompetencë presidentit, po thotë organet do të koordinohen. E presidenti Vjosa Osmani nuk e ka pas patjetër me ja kthy pardje këtë ligj, po pardje ja ka kthy dhe i ka thonë jo, këtë kompetencë nuk mundesh me ma hek, po kur të shpallet gjendja e jashtëzakonshme Këshillin e Sigurisë e udhëheq presidentja. Unë mendoj që Vjosa Osmanin agresive edhe Vjosa Osmanin si politikone të ashpër edhe kështu të fuqishme, kemi me po pas ditës sotit, pas 21 nëntorit. E kena parë verbal bre, kena parë agresive. Ka pushu një... Si do qoftë të kjo gjendja jashtëzakonshme që mu kujtu ke edhe ka qenë nonën e kundërt, po ka qenë kundër Agim Veliut. Edhe që ka thonë i nderumi, që nëse s'pas ka sen. Që nëse s'ka sen për këtu.